Qajo kam ka problem në fillim se mas pari është puna që na kjashtet edhe folëm pak më ndryshë gjuhën, jo që po pritojna me mësu Shqipe, nuk është qaja, po është puna që prindët tonë kanë dalë para 20-30 vite. Ata kanë folë ndryshë sa që shfolin në Kosovë. Unë jetoj në vend thirët Mannheim. Unë Mannheimin që më ndu, normal është my hometown, po është edhe UNESCO City of Music, Mercedes-Benz i Mannheimit është, i joni është, jo i Stuttgartit. Edhe është qytet shumë chill, dhe më thonë. Po ka stres në Gjermani, normal, po gjithmonë ka stres, veç a mundesh me deal me qatë stres a jo, të vetë dosh me kështu qysh mundesh me menagju jetën tëna, po këpëton. Po normal të na është pak kultura na është ama ndryshe, na është edhe rreth muzikës është kultura ma ndryshe. Po ç'është është jeta e zakonshme për banën, e sidomos që merresh edhe me muzikë? Për mu, une i kam terminat fix që dallohem për javës, apo kupton, shumicën e kohës... Planning. Po, planning, shumica e kohës është planning, qa ku me bo, në qëtë javë kështu, ama me qka mirë na mas shumë të është produksioni muzikës, është sporti jam, me night fit, shkoj bëj not, ose bëj vallëzim, ose edhe yoga shumë më pëlqen që to gjithë ndroj, nuk jam njëri për gym apo dën. Kam qef normal edhe mi po shoqni, kam qef me shkuar në tjerë vene, me bashkëpunu edhe me tjerë gjën, me tjerë producenta. Edhe qështu, normal është jeta jam, i kam edhe këta bandin tam, kena rehearsal, për kena koncerte, takohemi. Banan që je prit të atje në tregun Gjerman, të marrë parasysh të ke linda atje normal, po preardhja jote është kosovare, shqiptare në këtë rast, po që je prit nështë edhe prej vendasit atje në Gjermani, fillimet e tua atje, a ki pas atë frikën se që ke me u pa, të kjo shoqni, sa ke me debutu, edhe sidomos që ju ke tregu që preardhjen e ki prej Kosovës. Shumë pyetje interesant se para sa më mirë me muzikë shtu në mënyrën profesionale, unë si shqiptare kom pas edhe provoje diskriminuese nashta najherë dhe kom pas ka gja shumë, ama në treg muzikore është krejt e kundërta do me thonë, se të njën që i shqiptare Gjerman të thire në për label parties, kanë qef të mërë. A vëdin kanë shumë interes me di qa ka dhe në Kosovë se këto pas trego... ke gjetë mirësartja. Po, e kom gjetë edhe ata shoqënia janë që a i kam Gjermani që janë në industrit muzikës, ata më përcjellin edhe në Kosovë që ka vaj. Edhe folin për mu, edhe krenohen me mu. Edhe shumë, vjen e fani dhe qysh kanë jarë një vetën si Hannah Montana. Si Hannah Montana, këtu pak ma ndryshe, atje pak ma ndryshe, është shumë fani. Qajo kam ka gjatë problem në fillim se mas pari është puna që na kjashtet edhe folëm pak më ndryshë gjuhën, jo që po pritojna me mësu Shqipe, nuk është qaja, po është puna që prindët tonë kanë dalë para 20-30 vite. Ata kanë folë ndryshë sa që shfolin në Kosovë. Në fillim unë edhe nuk i kom bajt shumë gajla, jam të folë mirë, veç ja foqa, but tani I became more aware because people told me, and they were like, a që të sanë kështë së mundesh me thonë, du kështë. E tani sa që shtu të nejtë me njerës Prishtinës, me njerës Kosovës, ta anëve, qështu ka pak e kom kap slingën atë din, veç nuk kam qef me marrë krejt për vetë se unë në fakt nuk jam prishtinalike, edhe që kisha pas qef me thonë, po nuk jam, edhe në fundit unë apet jam qaja bana që u rritë në Gjermani, me preardhë kosovare, edhe qysh të mbjen që ashtu fole.